Ermal Beqiri është në Dubai, bashkë me Ergysin, janë në Dubai. Janë tek çunat e Dubait. Ermal Beqiri dhe Ergys Agasi, motra e Ergysit është drejtoresha juridike e Akshit, mos harroni, motra e Ergys Agasit është drejtoresha, dhe këta janë një rrjet i rrezikshëm shumë. Është drejtoresha juridike e Akshit që i rregullonte tendrat siç deshte familja. Nuk kishte diskutim aty, po. Ergys Agasi me Ermal Beqirin kontrollonin me aparaturat e tyre të gjithë transaksionet e shqiptarëve. Cili do shqiptar që lëvizte, pra, kishin të gjithë databazin e bankave të Shqipërisë, e transfertave të Shqipërisë, dhe kontrollonin të gjitha këto. Parat që plaçkisnin në Aksh, Ergys Agasi, Ermal Beqiri, Armand Frangu, përdorin si lavatrice Çopja, një bashkëpunëtor të Çopjas, jo Francin direkt, po atë që ishte ngjitur me Francin dhe ishte njeriu i Francit. Kjo është e vërteta, por e vërteta është se këto janë mandate kallp, kryesorët, sepse Ergys Agasi ka 3 javë që ka ikë nga Shqipëria i njoftuar, ose nga Vlora Hyseni, ose nga Edi Rama, ose nga Altin Dumani. Një nga këta 3. Nuk e di cili. Nuk mund vetë dorën në zjarr se cili është. Po këta kanë qenë njerëzit me konfident të tij. Ergys Agasi, që koordinonte të gjithë bashkëpunimin e Suel Çels, Elvis Doçin, Xhevdet Troplinit dhe bandave tjera, pra, histori si kjo nuk do të gjeni as në romane, as në filma. Ju garantoj. Është larguar, thash, koka tjetër e mafjes, se kopshtit privat të Edi Ramës, Ermal Beqiri, edhe ai. Nuk e di, nuk kam djeni, janë ba kontrolën surrel apo jo. Asnjë lajm. Nuk e di, është thirrur apo jo zonja Rama për të pyetur, kanë guxuar apo s'kanë guxuar? Sepse është e regjistruar. Është e regjistruar Geron Meçe. I thot bashkëbiseduesit se po, tu tendrat i përcakton zonja. Është e njohur ajo. Është thirrë së thirrë. Imagjinoni vetë ju tani. Si përfundim, kemi të bëjmë me një krye hajdut si Edi Rama,